Të dashur të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Në radhë sot me lejet Allahut të lartësuar, jemi tek Suratul Haqqa. Surja Haqqa, e cila është një sure mekase prej 52 ajeteve dhe ka emrin, kuptimi i emrit saj do të thotë e vërteta, realiteti i pashmangshëm. El Haqqa vjen nga fjala El Haq, do të thotë një e vërtet absolute. Këtu bëhet fjalë për kiametin, të dashur besimtar, bëhet fjalë për shkatrimin e gjithë kësaj gjithësie dhe ku më pas na orienton kjo sure në takimin me Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka diskutim se Allahu është krijues, El Khalik, ai i cili ka krijuar gjithçka. Ishte Allahu dhe nuk ekzistonte asgjë tjetër. Deshi Allahu dhe erdhi në ekzistencë çdo gjë që ne shikojmë apo nuk shikojmë. Allahu ka krijesa të tij të pafundme. Prej tyre jemi dhe ne, njeriu qenia më e përsosur që Allahu subhanahu wa taala e zgjodhi nga të gjitha krijesat e tjera. Dallimi jon nga krijesat e tjera është në intelekt, është në mendje, është në logjik që Allahu i lartësuar neve na e ka dhënë ndryshe nga krijesat që ne shikojmë. Sepse Allahu i lartësuar e krijoi njeriu me qëllim kryesor që ta njohë dhe ta adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Në fakt njeriu këtu kupton se sa i dobët është. Sepse erdhem në këtë botë, erdhem në këtë jetë, askush nuk na pyet. Askush po ashtu nuk do të na pyesi kur do të largohemi nga kjo botë. Por Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar dhe sidomos në këtë sure mekase, që thret në reflektim, që ta ftoj njeriu që të shikojë se si ta jetojë jetën e tij në raport me Allahun e lartësuar, flet për kiametin, flet për shkatrimin e gjithçkaje. Çfarëdo që ne shikojmë, të gjitha këto galaktika që ne kemi dëgjuar dhe mësojmë, do të vinë një ditë që Allahu i lartësuar siç i krijoi, ashtu do t'i shkatrojë. Atë ditë kur çdo gjë do të shkatrohet dhe do të mbes vetëm Allahu subhanahu wa taala, siç ishte gjithçka në fillim. Allahu tregon dhe thot në këtë sure: El Haqqa mal Haqqa, wa ma adraka mal Haqqa. Dhe thot momenti i katastrofës, kiameti. E ç'është kiameti? E çfarë të mësoj ty se çfarë është kiameti? Bën 3 pyetje Allahu i lartësuar për të tërhequr vëmendjen. Dhe njeriu patjetër kjo formë se si Allahu i lartësuar ja tërheq vëmendjen, e bën atë me vesh e me sy për të dëgjuar çfarë do të vijë mbas kësaj fjale. Dhe Allahu i lartësuar, interesant, drejt për drejti përmend 2 popujt e mëparshëm. Kedhebet Thamudu wa Adun bil Qarya. Është pikërisht populli i Thamudit dhe Adit, të cilët e përgënjështruan kiametin. Allahu flet për kiametin, na e tregon si një hak, si një të vërtetë, dhe është populli i Adit dhe Thamudit që e përgënjështruan kiametin. Dhe pikërisht këtu ne marrim mësim si e përgënjështron një njeri kiametin, kur ati flitet për kiametin, kur ati flitet për këtë të vërtet. E kush u flet atyre për këtë të vërtet? U flet i dërguar i Zotit Muhamedi, i dërguar i Zotit për neve Muhamedi alayhis salam dhe për të tjerët profetët që kanë qenë me shpallje tek ato popull. Dhe kështu ne shikojmë, se Allahu po thotë se Adi dhe Thamudi dhe jo më kot ka përmendur 2 popull, të cilët historikisht, edhe siç e tregon Kurani famëlar, po edhe siç sot kemi vepra që kanë mbetur nga koha e tyre, ka qenë një popull shumë i fuqishëm, qoftë Adi, qoftë Thamudi. Popujt të cilët ishin të mëdhej fizikisht, të fortë fizikisht, aq sa malet i përdornin si të donin, duke i gdhendur, duke i bërë vendbanime dhe duke qenë madhështor në këtë sipërfaqe të tokës. Por kur i shkoi atyre qoftë Salihu alayhis salam, profeti i tyre, qoftë Hudi alayhis salam, për Adin dhe për Thamudin, ata e përgënjështruan kiametin. Çfarë përgënjështruan? Përgënjështruan ftesën e Allahut subhanahu wa taala, që o ju njerëz kini kujdes se si e jetoni jetën në këtë botë, mos bëni zullume, mos bëni trazira, mos bëni padrejtësi, njihni Zotin, adhurojeni Zotin. Pse? Sepse ka një kiamet. Ka një ditë që do të dalim para Allahut të lartësuar. Ka një ditë që do të largohemi nga kjo botë, jo vetëm ne me vdekjen tonë, por do të shkatërrohet gjithçka dhe asgjë nuk do të mbesë. Prandaj kini kujdes për atë ditë, të cilën ju
duhet ta besoni që do të dilni para Allahut të lartësuar. Dhe argumenti më i qartë për ta besuar daljen para Allahut të lartësuar është ekzistenca jonë, është qenia jonë në jetë, ardhja jonë në këtë botë, siç e thash në fillim, pa pyetur, pa na pyetur askush, sepse jemi të dobët, jemi robër, jemi krijesa, dhe ne si besimtar duhet jemi të nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala të fuqishmit. Dhe kjo është e vërteta absolute e parë. Sepse profeti është një e vërtet, shpallja e tij është një e vërtet, për të cilën ne flasim dhe duhet ta besojmë atë dhe ta bëjmë praktik të jetës tonë. E vërteta e dytë me të cilën na paraqet kjo sure të dashur besimtar është më pas kur del skena ditën e gjykimit, ku Allahu i lartësuar tregon llogaridhënien që njeriu do të jap, dhe ai që do dalë me sukses do të jetë njeriu më i lumtur. E kush do të dalë pa sukses atë ditë si shkak i mohimit të Zotit subhanahu wa taala, do të jetë njeriu më i shkatruar. Dhe thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famë lart, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya. E kujdoj që do të jepet libri nga e djathta, ai do të thot: "O ju njerëz që e lexoni librin tim", dhe ai flet me një lumturi të madhe sepse shpëtoi. "O ju njerëz që e lexoni librin tim, shikojeni librin e mora nga e djathta." Marrja e librit nga e djathta, thot profeti alayhis salam, tregon sukses dhe tregon fitim xhenetin. Marrja e librit nga e majta tregon shkatrim dhe ai njeri do të jetë prej banorëve të zjarrit xhenemit. Dhe ky që do ta marrë nga e djathta do ta tregoj me krenari të madhe punën e tij, notën e tij, notën 10, sepse ai meritoi faljen dhe mëshirën e Allahut të lartësuar për shkak të jetës së tij në këtë botë dhe meriton të futet në xhenet. Dhe thot, unë kam qenë i bindur se do ta jap llogarinë time. Kjo është çelësi kryesor. Një njeri që jeton jetën e tij me bindje se do të jap llogari para Allahut të lartësuar, kjo do të thotë të kesh sukses në këtë botë, në botën tjetër. Dhe ai atëherë, ky njeri pra, do të jetë në një jetë të kënaqshme në xhenetet të larta, pemët e tij do t'i ketë afër, do t'u thuhet hani, pini gjëra të shijshme prej xhenetit, sepse ju nga ditët që jetuat në dynja e merituat këtë gjë. Punuat për këtë ditë, ju bindet Allahut për këtë ditë, e dini që do të jepni llogari dhe në bazë të saj edhe orientuat jetën tuaj. Ndërkaq, kujt i jepet libri i veprave të tij nga e majta, ai do të thotë: "O i miri unë, as sikur mos më jepej fare libri im. As sikur mos ta disha fare ç'është llogaria ime. Ai mirë që e kam unë në këtë botë llogarin, por e mohon dhe atje sepse atje shef të vërtetën." Dhe ai më mirë do të thoshte, siç e përshkruan Kurani: "Ya leitani kuntu turabe." Ai mirë unë, më mirë të bësha plur e hi. Më mirë mos ekzistosha fare, se sa u ballafaqova me këtë të vërtetë absolute, dhe tashmë duke qenë se unë e humba të vërtetën e dynjas, i bie të humb edhe të vërtetën e ahiretit dhe do të përfundoj përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Dhe përsëri ky njeri thot: "A sikur të kishte qenë ajo vdekja e parë, mbarimi jam shueshëm për mua." Subhanallah. Shiko sa bukur e tregon Allahu i lartësuar në këtë sure. Njeriu mohues ditën e gjykimit do të thotë: "A sikur vdekja e dynjas kishte qenë e fundit për mua." Pra, kisha marr fund me vdekjen e dynjas. Mos kishte ringjallje. Po a nuk është kjo në vetvete poshtrimi më i madh që do t'i bëjë njeriu vetes tij ditën e gjykimit? Sepse imagjino, Islami e fton njeriu: "O njeri, ka jetë mbas vdekjes, kjo jetë është kalimtare. Mos të mashtroj kjo jetë kalimtare. Shiko përgatitu për jetën e amshueshme, jetën e pafundësisë." Dhe kur njeriu me të vërtetë i hedh bazat e forta në këtë besim, ai mirë që jeton një jetë ndershme në jetën e kësaj bote, me moral, me dinjitet, me atë çfarë kënaq Zotin e lartësuar, e lartëson Allahu në sytë e njerëzve në këtë botë, bëhet me gisht drejti si një njeri i mirë i besueshëm në shoqëri, ndërkohë ky do të jetë fitimtar edhe në botën tjetër po ashtu. Kurse ai që e mohon ringjalljen, që në fakt kur ja ofron njeriu mosbesimtar ringjalljen, për të është mirësia më e madhe që mund t'i ofrosh. Sepse ai po pranon që me vdekjen unë nuk do të jem më në ekzistencë. Por sikur njeriu të mbylli sytë të meditoj që unë nuk do të ekzistoj, do të ketë një tkurrje në shpirtin e tij, sepse shpirti është krijuar i përjetshëm, nuk e pranon mos ekzistencën. Dhe këta njerëz e gënjejnë veten e tyre që nuk do të ketë jetë më mbas vdekjes, dhe shohim sa bukur e përshkruan Kur'ani, që kur u jepet kjo mirësi e madhe që do të ringjallesh, do të jetë i përjetshëm, ai do të thotë: "As sikur vdekja në dynja të ishte e fundit për mua." Dhe imagjino sa i zhytur në mohim është ky njeri,
Saqë edhe kur e shikon të vërtetën, ai formulon këtë fjali, që kërkon pra që jeta e tij të shkatërrohej që me këtë jetë kalimtare në jetën e kësaj bote, të bëhej plurë ai, ashtu siç e besoi ai në jetën e kësaj bote. Dhe pa diskutim ky njeri do të jetë në zjarrin e xhehenemit përfundimisht. Dhe në pjesën e tretë, kjo sure, të dashur besimtar, na flet për një të vërtetë tjetër absolute, por një e vërtetë e cila është e lidhur ngushtë me jetën e kësaj bote. Për ta kuptuar, Allahu e fillon me kiametin, e tregon me dy popujt të cilët e përgënjeshtruan kiametin, tregon Allahu për llogaridhënien me librat që marrin nga e djathtë dhe nga e majta, dhe në fund na flet për një libër tjetër, flet për Kur'anin famëlar. Flet për të vërtetën e kësaj bote, e cila kjo e vërtetë dhe e mbyll Allahu me këtë pjesë të fundit me Kur'anin famëlar, surën Haka, që do të thotë, kur ti ta besosh të vërtetë absolute, do të jesh i aftë për të betësuar dhe të vërtetat e para që Allahu i lartësuar tha, sepse njeriu mundet që të bëj pyetje. Po mirë, fole për kiametin, fole për Adin, për Themudin, fole për llogaridhënien, po ku më bindi mua që këto janë të vërteta? Lexo Kur'anin famëlar. Lexo të vërtetën e fundit që Allahu i lartësuar shpall në këtë sure. Dhe thot Allahu i lartësuar pra në këtë sure, innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqawli sha'irin qalila ma tu'minun. Dhe ky libër është me të vërtetë fjalë e Allahut lartësuar që e lexon i dërguari fisnik Muhamedi alayhi salatu wassalam. E ajo fjalë nuk është fjalë e ndonjë poeti që ju nuk e besoni, e as ndonjë fjalë e ndonjë falltori që ju e përgënjeshtroni, por është zbritje prej Zotit të botëve. Është zbritje e Allahut lartësuar ky Kur'an, është udhërrëfyes. Është një libër që ai që e lexon do të besoj Allahun, do të besoj ringjalljen, do të besoj takimin, do të besoj llogaridhënien me Allahun subhanahu wa taala. Dhe pikërisht të dashur besimtar, ky Kur'an është pikërisht udhërrëfyesi jon. Ky Kur'an është ai i cili do të shëroj shpirtin tonë nëse është i sëmur, do të udhëzoj zemrën tonë nëse është e devijuar. Kur ti ta lexosh atë, të njohësh Allahun subhanahu wa taala, ta bësh këtë manual që Zoti ka zbritur në këtë botë për neve, pjesë të jetës tonë, ta bëjmë atë, patjetër që ne do të jemi për njerëzve më të suksesshëm, sepse kemi besuar një hak të vërtet që është Kur'ani, që me pranimin e Kur'anit pranojmë Muhamedit alayhis salam, pranojmë Allahun, pranojmë ringjalljen, pranojmë gjitha kushtet e besimit që Allahu subhanahu wa taala ka dërguar për neve për t'i besuar. Dhe si përfundim për ta mbyllur hutbën e sotme, na vjen në mendje një dua shumë e fuqishme e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që këtë dua e bënte në namazin e natës, që ne këtë dua e bëjmë çdo Ramazan në namazin e natës. Dhe është lutur profeti alayhi salatu wasalam me këtë dua kaq të bukur. Allahumma antal haq. O Allah, ti je haku, ti je vërteta absolute. Wa qawlukul haq, wa qawlukal haq, dhe fjala jote është e vërtetë, Kurani famëlar. Wa liqauka haq, takimi me ty është i vërtetë o Allah. O xhennetu hak, wa naru hak. Xheneti është i vërtetë dhe zjarri xhenemi është i vërtetë. O nabiyuna hak, profetët të gjithë janë të vërtetë. O Muhammedin sallallahu alaihi wasallam hak, Muhamedi i dërguari i Zotit alaihi salatu wasallam është i vërtetë absolut. Dhe kur ti e beson këtë të vërtetë, vazhdon lutja e profetit alaihi salatu wasallam. Allahumma laka aslamtu. O Zot, e pranova Islamin. Ty të nënshtrova, ty të besova. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, ty të besova me besimin e sinqert. Wa alayka tawakkaltu, ty të nënshtrova, ty të mbështeta. Nuk kam ku ti mbështetem tjetër përveç se ty. Kur e besoj këtë të vërtetë absolute. Dhe kur njeriu e beson këtë të vërtetë absolute, ku duhet të shkojë mendja? Duhet të shkojë mendja kjo llogaridhënia. Duhet të shkojë mendja me takimin me Allahun e lartësuar. Që të dalë faqe bardhë në atë ditë kur do të japi llogari. E si del njeriu faqe bardhë atë ditë kur të jetë i falur nga gjunahet. Dhe profeti na mësoi që ta vazhdosh të lutje kaq të bukur me kërkimin e faljeve të gjunaheve tua. Dhe thot, Allahumma faghfir li dhanbi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. O Zot, fali gjunahet e mia, të shkuar dhe të ardhme, fali gjunahet e mia të dukshme dhe të fsheta. La ilaha illa anta. Nuk ka Zot tjetër që është i vërtet, nuk ka Zot tjetër që meriton të quhet Zot, nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet, nuk ka Zot tjetër që meriton të drejtohet lutja përveç se ty o Allah. Subhanaka, i patëmeta je ti. Wala hawla wala quwata illa bik. Dhe nuk ka gjendje dhe fuqi që të ndryshoj diçka përveç se fuqisë absolute të Allahut subhanahu wa taala. Një lutje kaq madhështore që profeti sallallahu alaihi wasallam na kërkon neve të besojmë të vërtetën,
të jemi të bindur për atë të vërtet, të lutemi për atë të vërtet kur të takojmë Allahun subhanahu wa taala, dhe kështu njeriu pra përgatitet për kiametin. Por kanë thënë dietarët, kiameti ka shenjat e tij, kemi folur për shenjat e kiametit në këtë minber, por mos të harrojmë shenjën individuale të kiametit të gjithë secilit prej nesh. Cila është vdekja. Me vdekje njeriu i ka mbyllur hesabet me këtë botë. Në dash të shkatrohet, në dash mos shkatrohet. Për ty kiameti u bë. Por bindja se mbas vdekjes do të takojmë Allahun e lartësuar dhe do të shkatrohet gjithçka në fund fare dhe do të ringjallemi për takuar Zotin për dhënë llogari, është prej gjërave themelore, është baza e besimit tonë si musliman dhe është një bazë që duhet jetë e shëndetshme. Se sa më shëndetshme të jetë kjo bazë, aq më besimtar të mirë do të bëhemi ne më pas në jetën tonë të përditshme, duke kërkuar gjithmonë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj lut Allahun e lartësuar të na bëjë prej tyre që të jemi të vetëdijshëm për atë çfarë na pret, të jemi për atyre të cilët përgatitemi për ditën e largimit nga kjo botë dhe takimin me Allahun e lartësuar, dhe lut Allahun e lartësuar me duan e Jusufit alayhis salam. O Allah, anta waliyuna fi dunya wa fil akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. O Allah, ti je miku jon i afërt, je i dashur jon në këtë botë, në botën tjetër, na merr shpirtin si musliman, si besimtar të sinqert dhe na bashkon neve me njerëzit e drejtë, me besnikët, me profetët në xhenetet tua të larta. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Amin. Allahu sallallahu. La ilaha